Kush është gati ta bëjë Shqipërinë të madhe, tha Kris Leçivita. Do të humbasin socialistët, tha, sepse nuk mund të argumentojnë dështimet e tyre me drogë, me krim, duke si antar i Partisë Demokratike, zoti Leçivita, megjithatë. Thash, po s'është në atë midis fare, s'ka informacion fare, mund ta përdor, domethënë një njeri duket për peshën e tij për shkak se si sillet me situatat. Një njeri që futet në një situatë dhe deklarohet kurse një situatën është unë nuk e kam ditë se ka peshë specifike kaq të vogël Leçivita dhe mund ta përkthej këtë si një interes personal, se fundja fundit ai është një njeri që merret me fushata dhe paguhet për këtë punë. Për të cilën nuk kemi asnjë transparencë në fakt se sa është paguar zoti Leçivita. Ajo është pjesë tjetër, edhe mund të ketë transparencë, por derisa se di nuk mund të them. Po kjo që thot Leçivita, për shembull, nuk e di çfarë përgjigje mund të më kthente mua, kur unë mund t'i thoja zotit Leçivita, ti e ul me të gjitha ato pis hajduta aty që s'kan respekt për votën. Janë pis hajduta. 2018 kanë vjedh votat. Më po që i kanë vjedh hapur. Në 2021-shin për Lulzim Bashën e deklarojnë vetë, në kuvendin e 2021-shin korrik në kuvendin e organizuar nga zoti Berisha në kuvendin e 18 dhjetorit janë një bashkësi hajdutash që s'kan respekt për votën, që duhet gjetë forma për t'i ndërshku. Po të kish njerëz që kanë parime, këto parime themelore, garen dhe votën, pavarësisht se do isha në pozita shumë të vështira të betohem që do isha në kram me to. Nuk mund bëhem, kemi 30 vjet që sistemin komunist pikrisht e goditëm për shkak të lirisë fjalës, lirisë votës dhe disa parimeve themelore. Këto pas 38 vjetësh na imponojnë me zor figura të tilla që s'kan respekt për votën. Vjen Leçivita, çfarë mesazhi do më jap Leçivita?